الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tash ne nisim me tekbir dhe salavat nga Ijani Doktor Kasam, Doktor Flamur Efendi Kasam. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول
سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم الفاتحة صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Në emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, të gjitha falënderimet dhe lavdrimet i takojmë vetëm Allahu xhele shanuhu wa xhele xhelaluhu, krijuesit absolut. Salavatet, përshëndetjet më të sinqerta, ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij trima dhe besnik, dhe për të gjithë ata të cilët e ndoqën, e ndjekin, dhe ta gjekin në rrugën e Muhammed Mustafas deri në ditën e gjykimit. Të nderuar ju misafir, të nderuar ju antar të kësaj xhamie, të nderuar ju vëllezër e motra, mirë se keni ardhur në tribunën e parë të këtij muaji të shenjtë Ramazan. Faleminderit për nderin dhe prezencën tuaj. Sot jemi këtu së bashku për të festuar një muaj kaq të madh, një muaj kaq të bekuar, siç është muaji i bekuar i Ramazanit. Sot këtu gjendet para nesh i nderuari doktor Zekiria Efendi Bajrami, i cili do të na ushqej formën shpirtërore mes nektarit të tij, mes gjuhës së tij të mprehtë, mes gjuhës të cilët rrjedh fjala e Allahu xhele shanuhu wa xhele xhelaluhu. Faleminderit kryesisë së kësaj xhamie të cilët na bëri të mundshme që sonde këto di doktor të kemi pranë nesh dhe që zemrat tona të freskohet me leximin e Kuranit të doktor Flamur Efendi Kasami. Faleminderit doktor. Të nderuar vëllezër, pa mos humbur kohë, unë si zavendës imam i kësaj xhamie çoj selamin deri tek ju nga imami i kësaj xhamie, Valon Efendi Iljazi. Valon Efendi Iljazi, dua t'ju përcjell se shëndeti i tij është bukur i mirë dhe faleminderit Allahu xhele shanuhu wa xhele xhelaluhu. Ai ju don fort dhe ju përshëndeti me përshëndetjen më të bukur. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të nderuar vëllezër, tash thrasim në skenën tonë, në tribunën tonë, juristin e kësaj xhamie,
juristin i cili me të vërtet sonde na freskoi me namazin e Taravis, kushtrim vishit, me një poem të recituar para nesh. Urdhnoni kështu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Unë këtu para josh do ta lexoj një poem të shkruar nga Furkan Efendi Zeneli. Inshallah do t'ja jap hakun, që e ka shkruar shumë me mjeshtri dhe më ka emocionuar në shkrimet e tij. Atëherë po unë burkohet do të filloj. Ramazan, rrezë drite për zemra. Edhe këtë herë si herave tjera dhe ky Ramazan po na gjen larg vendlindjes. Larg sofrave të familjes, larg atyre duarve të arta të nënave që përgatitnin ushqim me shumë dashuri. Nuk është se kishin gjëra luksi, thjesht kishin një pjatë të vogël me pak supë, një bukë të ngrohtë misri dhe një gjellë të përgatitur me shumë mund e dashuri. E ajo bukë e nënës nuk ishte vetëm një copë bukë, por ishte një ndjenjë sigurie dhe kënaqësie në vete. Na cofër nuk ishte vetëm ushqimi, por ishte buzëqeshja, dashuria, sakrifica, ngrohtësia familjare dhe ishte një heshtje që ka plante çdo gjë para iftarit. E në atë heshtje nuk do gjehet asgjë tjetër përpos përshkrimat e ëmbëllat të nënës, duke lutur Zotin e Madhërisëm: O Allah, miruaj e vladet. E sot këto në Morgen kemi shumë gjëra që nuk i kishmi tikuar në vendlindje, por gjithçka është më e zbetë dhe më e ftohët, sikurse s'ka ndjena më për asgjë sepse nuk ka dashuri si në vendlindje. Dhe asnjëherë në dheun e huaj nuk mund të bësh shtëpi, po dhe ta bësh, prap i huaj do t'jesh. Kur ka dashuri dhe pak bëhet shumë, ndërsa kur mungon dashuria dhe shumë bëhet pak. Ramazani nuk është vetëm muaj agjerimi, nuk është vetëm ndalim nga ushqimi e pija, por është një muaj që zgjon kujtime, që hap plagët e ëmbla të së kaluars, që kthen zemrën mbrap, po mbrap, mu atje ku i ka rrënjët e veta. E sot larg vendlindjes kur ulesh vetëm në iftar, zemra mbushet me mal, të ka plën heshtja për një herë. E goja nuk gjen forcë të shpreh ata që shpirti dëshiron. Ka një zbrastir që vetëm Allahu e din. Po pikrisht atje ku duket errësira e mallit ndizet drita e Ramazanit. Sepse Allahu në Kur'anin famëlar thot: Allahu është dritë e qiejve dhe e tokës. An-Nur ajeti 35. Edhe në Morgen dhe larg sofrës së familjes e me zemër të mbushur me mall, kjo dritë nuk fikët. Jo, nuk fikët. Ajo të mban, ajo të forcon, ajo të kujton se nuk je vetëm. Ramazani është dritë që zbraz barkun për ta mbush shpirtin. Është dritë që të rikthen zemrën tek rrënjët, e të lidh edhe më fort me Krijuesin. Është dritë që të mëson se edhe kur je larg gjithçkaje që don, Allahu është afër. Ramazani është dritë. Edhe kur zemra është e rënduar nga malli, edhe kur vendlindja duket larg, edhe kjo dritë e Ramazanit që zemrën e qetëson, se kjo dritë nuk vjen nga toka, ajo vjen nga qielli. Ju falemnderit. Faleminderit për këtë interpretim kushtrim vishit. Kjo poem ka ditë që shkruaj dhe përpiloj për këtë tribun, sepse ne gjithë e dim se krena ardhë prej diku dashuria është shumë e madhe. Por Ramazani na boni këtë vend edhe më dashuri, sepse ajo është dritë. Të nderuar vëllezër, pa mos humbur kohë, pa mos humbur pjesët e kohës të cilët me të vërtet i kena numëruar që disa ditë, se kur do të na vije doktori në tribunë. E tash koha, tash është privilegji jonë që taftojmë të marrë fjallën doktor Zekiria Efendi Bajrami. Faleminderit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in.
ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. Vëllezër të dashur, hamdi dhe falënderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoq, pra Allahu Dhul Jalal. Është Allahu ai cili kur ka dash na ka kriju, siç ka dash na ka formu. Rizkun dhe xhelin na ka caktu, me shumë të mira na ka begatu, por më mirë të mirave që Allahu neve na ka dhuru, është ajo që në Islam na ka udhëzuar. Salatet dhe selamet tona të përzemërta i akushtojmë edukatorit ton, mësuesit ton, të dashurit ton, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përshëndesim familjen e tij të sinqert, shokët e tij besnik. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e Kiametit. Gjithashtu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islam, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit, me përshëndetjen më të bukur që ka njoft njerëzia. Përshëndetja jonë është paqë, selam. Pra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vëllezër të dashur dhe motra të nderuara, jemi të privilegjuar me këtë dinë që Allahu në këtë na ka udhëzuar. Andaj Allahu Dhul Jalal thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse mundoheni një dhunti, një mirësi të Allahut ta numroni, nuk ja gjeni skaj. Po sa të mira Allahu na ka dhuru, mbi të gjitha të mira nuk lejohet me harru, se pra më e mira të mirave është udhëzimi në dinin e Allahut Dhul Jalal. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Din, fe e vetme e pranuar tek Allahu Dhul Jalal është Islami, o vëllezër të dashur. Pra kjo është dhuratë, kjo është mirësi. Andaj, pas falënderimit të Allahu Dhul Jalal dhe salavatit mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, endi për obligim të falenderoj hoxhallarët, kryesin dhe të gjithë ju që e keni zbukuruar këtë shtëpi të Allahut. Dhe bëjmë dua dhe lutje për të gjithë ata që kanë qenë sebeb dhe shkaktar për këtë mirësi. Por ata që e kanë fillu kanë meritat e veta, kurse dhe ato që e vazhdojnë i kanë të veta. Allahu Dhul Jalal thot: "Ves-sabikun es-sabikun", të parët, gjithmonë të parët i kanë meritat, por edhe ata që vazhdojnë rrugën e tyre kanë meritat e veta. Nga ajo që u lexu dhe që hoxha ka përgatit, kuptohet disi pak, sikur nuk jem mirë. Jo, është tamam, ajo që ka thuat është krejt në rregull. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Muslimani kudo që tjetë dhe mund ta jetoj islamin rahat, është vendi i tij. Toka është Allahut. Dhe kjo mirësi që bëni ju në gurbet, e quajmë gurbet mo, dhe që emni i kam bet gurbet, po me gjitha ato, o vëllezër të dashur, po të mos ishit ju, dhe ata para jush. Këtu dhe të thirë ke e zonë, jo, të së është thirë e zonë ma parë. Edhe në shumë vende në Evropë, që janë bon sebeb muslimat, që të bëhet sejshda Allahu Dhul Jalal. E sidomos, flasim për kombin tonë të ndershëm, për shqiptarët, dhe kjo dëshmi sonte, që kjo pasqyrë e sonshme, dëshmon se shqiptarët vazhdojnë të adun dinin Allah. Kjo është dëshmi. Let flasin, qka të dojnë në të flasin. Kjo dëshmon se shqiptarët e dun dinin dhe Allahu në ashtov dashurin dhe i dinit të ti. Dhe Allahu ju forcoft inshallah. Andaj, të nderuar, duhet patur kujdes për generatat që do të vinë. Dhe ju bukur mirë ja u keni letësu, keni bani folej,
ku të gjinden ata dhe ku ta vazhdojnë rrugën të cilën e kanë nis ato më të parë. Andaj të nderuar, nuk ka nevojë për shumë fjalë, flet vetë puna, vepra. Unë do të them një shembull, një herë ishëm në pazar, më thon në tregun e kafshëve me bledi kurban. Ishte mbas luftës me një herë. Edhe e pam një kafshë të mirë për kurban me një xhamatli, edhe e pyesëm sa e ka çmimin, ai shkon në Maqedon ortodoks. Tha, nuk është për ju. Ha, thash. Tash të s'po do kanë edhe me nashit, më kanë i dhënë. Lufta sa kish mbaru. Por ishte kohë shumë interesant. Thash, pse nuk është për ne? Tha, e merrni për kurban. Thash, po de, por nuk ban, tha se nuk i ka 2 vjet. Ai i thom aty xhamatit të shohlla, ki Maqedoni ortodokse pas ka mësuar një mesele të dinit se kurbani kafshë e madhe për kurban nuk vlen nëse nuk i ka 2 vjet. Se e kanë tjerët që e kanë pa para neve, i kanë thonë nuk vlen edhe ai më e kish mësuar. Edhe ai më thotë, thash ka disa prej tonëve që nuk e dinë këtë. Unë e di se ju të gjithë e dini se kafsha e madhe duhet të ketë 2 vjet. Po thash ka dikush nuk e din. Tha hoç, po ki që ketë e kanë dëgju, tha dhe kanë mbajt mend, por ne çka të mbajt mend përpara, ne çitët mend të fol. Bash zotin në xhumo fol hoxha, herë se fol hoxha, në mevlut fol hoxha, në atë rastet fol hoxha, edhe çka të mbajt mend përpara. Me të vërtet pak e kemi bën kallaballëk, po Zoti ju dhash hajrin inshallah. Një hoxh është bajgiosh, po 3 hoxhallar, 4 hoxhallar, po ju keni sabër, elhamdulillah, Zoti vazhdoft sabër. Vëllezër të dashur, ne këtë din e kem emanet, këtë feje e kem emanet. Dhe në këtë muaj duhet përkujtuar si që përkujtojmë me shumë. Që kjo sonte është një argument, një fakt se ne e festojmë këtë muaj të bekuar. Me çka e festojmë? E festojmë me agjerim, me lexim të Kuranit, me namaz të teravis, me sadakatul fitr, me shumë gjëra e festojmë. Kjo është festim. Bëm një krahasim. Kur ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, i ka gjetur jahudit duke agjeru ditën e 10 të Muharremit, e dini të gjithë e kanë agjeru. I ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përse agjeroni këtë ditë? Ka thonë se në këtë ditë e ka shpëtu Allahu dhul xhelal Hazreti Musën nga faraoni dhe ne e festojmë me agjerim. Ato shpëtimin e Hazreti Musës e kanë festu me një ditë agjerim. E ne festimin e mbar njerëzis, shpëtimin e mbar njerëzis e festojmë me një muaj. Pse shpëtimi i mbar njerëzis? Ardhja e Kur'anit është huden linnas. Në këtë muaj Allahu dhul xhelal e ka zbrit Kur'anin. Në këtë muaj vëllezër të dashur ka ndodhur lufta e Bedrit. Lufta e Bedrit nuk është vetëm aspekti historik, por ka filozofinë e vet. Ju e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë natë xumaje që nesër do fillon lufta, ju ka drejtu Allahu dhul xhelal me lutje. Çka ka thonë? O Zot, nëse që këta, sa kanë qenë ato? 314. Sa kanë qenë mushrikët e Mekës? Mbi 1000. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë këtë lutje, ka thonë o Zot, nëse që këto zhduken dhe vriten, pastaj çka ka qenë projekti, plani i mushrikëve, me shkuën në Medinë, me i likvidu të gjithë, edhe mo, s'ka më, tha, nuk dhe të ketë kushtet adhuron në sipërfaqen e tokës, nëse që këto zhduken. Por Allahu dhul xhelal e ka ndihmu dhe ata kanë fitu. Pra, ata që kanë bon atë luftën, që kanë fitu, dhe prej atyre neve kemi vazhdu islamin dhe elhamdulillah vazhdojmë ta jetojmë. Se islami nuk është vetëm të mësohet, por edhe të jetohet. Në këtë muaj pra, ka zrip Kurani. Në këtë muaj është një natë më e vlefshme mbi, më e vlefshme se 1000 muaj, 84 vjet e sa. Pra, elhamdulillah, ne e festojmë këto si që festojmë. Andaj, vëllezër të dashur, islami është anija e shpëtimit. Xhamia është anija e shpëtimit. Na kemi 2, agjerim dhe xhami. Agjerimi e kanë tregu hoxhallarët dhe unë them gjithmonë kur shkoj mysafir, o vëllezër, mos kujtoni se do vije një hoxh e do të na tregoj diçka që s'kan tregu hoxhallarët tonë. Jo, nuk është ashtu. Njoni tha hoxh, po
Unë tha çket për herë të parë ndëgjoj tha. Se kam dëgju pi hoxhës tonë. Thash se kita më. Pse? Duhet të thush, kur e pas ka tregu hoxha jonë që këtë, unë s'pas kam qenë në xhami. Hoxha e ka tregu, po ti s'ke ndodhë në xhami. Jo, tha unë rregullisht me hoxhën, ama se kom dëgju. Thash fizikisht ke ndodhë në xhami, menti ke pas në parking, sigurisht. Edhe ka kalu, se ke ndëgju. Me këtë duhet të dëshmoj se nuk tregon hoxha që vjen misafir, diçka çka se ka tregu hoxha Vallan, Allahu e shëroft sa më shpejt. Andaj, pra ne të reje kur gjonë nuk tregojmë për sërisin. Andaj, themo vëllezër të dashur, se ne jemi favorit me këtë din dhe thash, agjerimi, çka është agjerimi? Për fiziku, për trupin, agjerimi për trupin, sipas mjekësisë, është operim pa brisk. Veç Zoti e din nga sa smundje ne jemi të mbrojtur dhe të shpëtuar për shkak të agjerimit. Po nuk e di. Por ne nuk agjerojmë për atë. Ja, ne pse agjerojmë? La'allakum tattaqun. Allahu xhaleshan më thot, o kom bo obligim agjerimin që ju t'i afroni Allahut. Dhe kjo është synimi jonë. Dhe kjo është qëllimi jonë final, që ne t'jemi sa më afër Allahut dhul xhelal me agjerim, se është një adhurim specifik. Andaj Allahu dhul xhelal me hadith kutsi thot, as-sawmu li wa ana ajzi bi. Agjerimi është për mua dhe vetëm unë e di me çka e shpërblej. Po mirë, namazja nuk është për Allahun, po namazi duke. Kurse agjerimi nuk duke, është punë sekrete, më sheft, dhe mundet njëri të ketë hangër, të ketë pi, edhe u thot qerva, ama sot më ka lodh. Mu ka pi ujë, sot ai veç sa ka pi. Kush mund ta dije? Është çështje sekrete. Andaj, pra, agjerimi është operim pa brisk dhe është shpërblim i veçantë. E xhamia është salla e operimeve shpirtërore. Dhe kur hin njëri në xhami duhet të dallojë nga ata që nuk hin në xhami. Hin në xhami dhe kur del nga xhamia duhet të jetë ai që ishte në xhami. Nga se në xhami Islami është vetëm 5%. 95% Islami është jashtë, po vëlla, në parking, në semafor, në treg, në muhabet, në familje, në fqinj, ta jetojmë Islamin dhe këto duhet të jemi të barabartë në këtë çështje, dy gjini, se Islami nuk është vetëm i burrave. Për kundrazi, gjinia femrore ka shumë vlera në aspektin islam. Cila është ajo? Duhet t'i përmendim, t'i dim këto gjëra. Se njoni me të madhe flitet se femra anashkalohet në këtë çështje. Islami asesi. E kishin pyet një filozof, çka është femra? A kishte thënë femra është sikur kpucët, kur dushi ndron. Ati shkon një hoxh, dietar i dinit. I thon Hoxh Efendi, a është kështu si thot ki? Tha pa ai i ka mend te koma. Edhe gruan e shef kpuc. Unë gruan e shoh kokë dhe për mua gruaja është kuror. Prej te kpucët deri te kurora ka shumë dallim. Pra Islami e shef gjinin femrore me vlerë. Pse? Ka historinë e vet. Nuk flasim për hata. Muslimani i parë pas pejgamberit, kush e ka dëshmuar shahadetin la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah pas pejgamberit? Hazreti Hatixha radhiyallahu anha. Dëshmorja e parë, shahidi i parë në Islam ka qenë Sumeja. Shahidi i parë ka qenë femër. Ne kur shkojmë në haxh dhe në umre, e dim ka tavaf edhe sa'i, Safa Merve. Çaj sa'i, çajo ecja prej Safas Merve Safa 7 herë. Cilin e imitojmë? Do një pejgamber? Jo, imitohet Hazreti Haxheria. Shif, Hazreti Haxheria ka ecur sajën Safa Merve duke kërku mos ka diçka gjallëz do një njeri se ka qenë shkretin totale, derisa ka dal uji Zemzemi. E kur e ka bot 7 herë në Merve, kur e ka pa ujin e Zemzemit, ati e ka patur Ismailin, ka ngajt edhe ka thonë Zem. E çka do të thotë Zem? Ndalu. Edhe uji pak ka gufu, masa nuk ka ndalë. Çka du me thonë me këtë? Që ato që e ka bon Hazreti Haxheria,
e bëjnë miliona njerëz. Pra e imitojnë atë punë madhështore që ka bëjnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke qenë disa sahabë, edhe disa sahabike, femra, ka thonë, ka nga umeti im që do ta kalojnë detin për ta përcjellë shahadetin. Çka do të thotë? Pejgamberi ka qenë në Medinë, do ta kalojnë detin për ta përcjellë shahadetin. Aty ka qenë një grua me emrin Jabir. Ka thonë, ja Rasulullah, më bëj mua prej atyre që ta kaloj detin për ta përcjellë shahadetin. Ka thonë, ti je prej atyre. Edhe ju ka gëzuar shumë, se pejgamberi ka thënë miqtë, ka thonë, ti je prej atyre që do ta kalosh detin për ta përcjellë shahadetin. Vin momenti që bashorti i saj, edhe ajo hipin anije, edhe arrin në Kipër, në Kiprin e sotit, për ta çuar shahadetin, për ta përhap islamin, dhe atje ka ndru jetë, dhe atje ka vorri. Një sahabike pejgamberit e ka vorri në Kipër. Subhanallah, edhe ajo ka pas ndoshta nonën, ka pas familje, farefisni, akreba, të gjithë i kalon me të vetmin qëllim që ta përcjellë shahadetin dhe ka mbet në histori. Për fund një tjetër në luftën e Uhudit. Në luftën e Uhudit kanë ra dëshmor, e dini, 70. Një motër muslimane që ka qenë prezent, se gratë kanë marrë pjesë, i kanë mjeku të plagosurit, dhe kanë bo shumë punë të madhe, njënës ja kishin vra, vllaun edhe bashkëshortin. Hem vllaun, hem burrin. Edhe çka bën ajo? I ndihmojnë edhe i vnon në deve. I thonë, jo, duhet me i vorru këtu. Ne kur shkojmë në Uhud i shohim të vorret e dëshmorëve. Ka thonë, duhet me vorros këtu. Ka thonë, jo, unë do i çojnë në Medinë. I ka ngarku, i ka vënë në deve, kur njëri ka thonë, motër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, dëshmorët e Uhudit duhet varrosen këtu në Uhud. Ka thonë, pejgamberi thotë, tha po pejgamberi thotë. Ka thonë, ndihmoni ti zbres. I ka zbrit përsëri dhe është tërhek nga dëshira e saj që ka desh t'i vorrosje në Medinë, kur i kanë thonë, ka thonë pejgamberi, u krima, nuk ka më diskutim, dhe i ka vorros në Uhud burrin edhe vllau. Që do të thonë? Ki islam kushton shumë rëndësi dy gjinive, sidomos kur nona është mësuesi i parë i fëmijëve, o vëllezër të dashur. Andaj duhet patur shumë kujdes në këto dy kategori, gjinia femrore edhe pasardhësit, fëmijë, se këtë islam duhet me valon emanet këtyne. Subhanallah, pra, cila është anija e shpëtimit në këto dallga që ish po shohim ne çka po ndodh. U përmend pak se çka po ndodh sot në këtë kohë, duhet me hip në anije me shpëtu. Anija e shpëtimit është dini Allahu dhul Xhelal dhe xhamia. Ne ju e dini të gjithë se kur është bë vërshima në kohën e Nuhit alayhis salam, Allahu dhul Xhelal i ka thonë Hazreti Nuhit wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina. Nuhi alayhis salam nuk ka qenë zdrugtar, por Allahu dhul Xhelal e ka inspiruar se si ta ndërton anijen. Dhe ai e ka përgatit anijen dhe ka thonë Nuhi alayhis salam irkebu fiha bismillah. Hipni në ato në emrin të Allahut. Edhe kanë hip në anije ato që kanë besu. Dhe Hazreti Nuhi ka marrë disa lloj të kafshëve, kafshë të cilat i ka hip në anije, edhe ata që kanë hip në anije kanë shpëtuar. Gjali Hazreti Nuhit ka refuzuar. Gjali Hazreti Nuhit ka thonë të hipin majt kodrës, a gjë dhe shpëtoj. Nuk ka shpëtuar. Nuk ka për hatër të Allahu dhul Xhelal. Kanë shpëtuar ata që kanë hip në anije, kanë dështuar ata që s'kan pranuar. Wahia tajri bihim fi mawjin kal-jibal. Dhe ajo ka lëndruar në mesin e dallgave sikur kodrat. Para mendo, dallgat sikur kodrat, por anija Hazreti Nuhit ja ka dalë. Si ja ka dalë? Bismillah. Ka thonë bismillah. Dhe me bismillah ja ka dalë. Mirë po, ajo ka ndërtu anije. Jo bismillah dhe prit, jo ka ndërtu anije, por kur ka hip në anije, bismillah. Edhe kur e ka ndërtu bismillah, edhe kur ka hip bismillah, edhe ja ka dalë. Ju shumicat, besoj që keni lexuar, ka pas 1912 është ndërtuar një anije gjigante, e ka pas emrin Titaniku. A keni lexuar? Nëse jo, hini shihni. Titaniku kanë marrë pjesë mija e mija mjeshtër nga shumë shtete evropiane që kanë ndërtuar një anije gjigante, shumë e përgatitur. Dhe para se të fillon lundrimin,
Një gazetar e ka pyet atë kryeshefin, mjeshtrin kryesor, mjeshtrin e ka pyet, ka thonë, a mundet kjo anije të ketë ndonjë defekt? A mundet? E dini çka ka thonë? Ka thonë, këtë anije edhe Zoti me desh sa në fundos. Dëgjoj mirë. Dallimi në mes bismillah ja ka dalë. Edhe pse ka qenë e thjeshtë. Edhe Zoti me desh sa në fundos, ka fundos. Edhe ajo një është fundos, edhe qaj që ka thonë edhe Zoti sa në fundos, edhe aj me desh sa në fundos, u ka bo ushtimi peshkve. U ka fundos edhe aj dhe ka shkuar ka nëngër peshkve. Subhanallah, kjo është dallimi në mes bismillah edhe aj që mundohet ta sfidon Zotin. Hasha ve kella. Pra ne elhamdulillah dhe ne si musliman i kemi 3 parime madhështore. Cilat janë ato? Bismillah. Çka simbolizon bismillah? Me ja fillu punës. Bismillah. Pastaj a do bëhet kjo? E dhe qoj djalin për mjek, dhe qoj djalin për inxhinier, dhe qoj vajzën për këtë. A do krye, a do bëhet? Insha Allah. A me e kequ? Unë e thomë, duhet me laru arën, me hudh farën, tani me prit bereqeti. A do bëje kjo ara, hiq pa laru, ledini, thënë, a do bëje bereqet, po, inshallah. A e ke mbjell, jo se ke mbjell, po do bëje, inshallah, ferë. Ajo ara, pa ndjell, pa laru, pa mbjell, do bëje, bereqeti mathi therave do bëje. Po s'ka, nuk është bereqetaj. Pra, bismillah, pastaj, inshallah, dhe në fund, elhamdulillah. Të janë 3 parime të arta. Me fillu bismillah, me shpresu në Zotin, në mëshirën e Tij, me thonë inshallah, e kur të kryhet, elhamdulillah. Unë kur isha si fëmijë mbaj mend, atëherë ishin nuset me mësit apo me shkus. Edhe ndonjë familje kur dilke nusja e mirë, familje se edukum asaj, i thoshin, e kom pas kismet. Kur nuk dilke mirë, mësiti e ka faj. Shu thoshin plesht, mësiti e ka faj. Dhe më thonë, faj me alon që tërku. Le mësiti, pa djetën e njoni, e një foni ka dëgjim. Njoni, mashallah, student, me namaz, i udhëzu, me Kur'an, me krejt. A i qetri, jashtë pëllësetit, kërkun t'hiq. Edhe unë i thomë, o filan, thash ki gjallë jodë be mashallah, ma i kish harusë unë një fedha tjetën. Thash, mashallah, edhe me Kur'an, edhe me din, edhe me... O shta, po dihet i ku janë shki? Mashallah. Thash, po a i qetri bre, a tha ka dorë ka dejallarët e. Dahet e kishin fajnë. Kur s'osh në regull, saj se pranon fajnë. Kur është mirë, e dihet i ku janë. E kur s'ashtë mirë, po edhe kjo është i joti, no, kjo është ka dejallarë. Jo, vlajdash. Pra, ne si musliman, elhamdulillah, për të banë kjo madhështore, për të pregadit kjo Bejtullah, kanë thonë njerëzit, hajde bismillah. Me shpres se do bëhen, që të është bëhen, elhamdulillah. Pra ne duhet me qenë kujdesshëm për pregaditjen e generatave mrapa, shka do t'ju lonë mbas. To jenë sadaka i gjarje vlezër të dashur. Fëmijët tonë na kanë irnek neve, model neve. Dhe fëmijët më shumë mësojnë nga ana e synit, pra në përmes të pamës, se sa nga ana e veshit, me ndëgjume. Nëse fol një njeri gjithë ditën folën, po punët nuk i banë fëmijët e shofin, edhe thonë, ki thot kështu, ama, për shembull, njoni e pinë cigare, edhe i thot fëmijëve mos ju shoh me cigare, ama vetë cigare në dorë. A ka efekt kjo? Shembull, i thjesht. Nuk ka efekt. Duhet me patur kujdes me qenë rënek. Një non hecën me pijen e vet, edhe i thot nona vajzës vet, vajza e rritur. Bia ime thot, ke kujdes ku e ven kama, ke kujdes ku shkele. Vajza e meshme, nona tha, ke kujdes ti ku e ve kamën, se unë e ve te koma jote. Ti shif ku shkel ti, unë e vi mrapa. Pra edhe baba, edhe nona jon yrneki. Andaj ne, elhamdulillah, me këtë din, që Allahu na ka dhuru, jo se ne kem shumë të mençur, o vëllezër të dashur. Ajo që duhet me studiu, me u shkollu e me dit, është krejt tamam, dihet. Kurani sa i ka kushtu rëndësi, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sa hadithe na ka porosit për dituri, madje që
kemi dy ajete madhështore me të cilat Allahu dhul xhelal i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur është në pyetje dituria nuk ka skaj. Gjithmonë duhet me lip dituri. Kur është në pyetje morali, sjellja, Allahu dhul xhelal i ka dhënë dekret dhe ka thënë wa innaka la'ala khuluqin azim. Ti je në një moral të ngritur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ne kemi urnek pejgamberin. Kur kanë shku disa të ri të Hazreti Aisha, që kanë dëgju pejgamberi gjithë kanë folë fjalë madhështore për pejgamberin njerëzit, ato se kishin mbrin edhe shkojnë të pisën Hazreti Aisha. Hazreti Aisha ka qenë miftia e muslimanëve madhi që dhe sahabët e mëdhej kanë shku e kanë pyet Hazreti Aisha. Hazreti Aisha ka jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam 8 vjet. O vëllezër, 8 vjet. Unë e thonë fëmijët tonë, kur e kryin 8 veçaren, sa kanë dituri? 8 vjet shkollë i ka mo, me gjithë ato libra, me gjithë ato lapsa, me gjithë ato pregaditje, çantën së ne banë, e kryin 8 veçaren, shumë pak din. Hazreti Aisha s'ka pas libër, s'ka pas laps, s'ka pas fletore, por e ka pas gjithë diturin edhe pamjen e pejgamberit, edhe kur është lëviz pejgamberin e ka përshkru. Me 8 vjet jetë me pejgamberin është bon djetare gjigante. Andaj kanë shku e kanë pyet, oj nëne muslimanve, a mund të na shpjegosh si ka qenë morali pejgamberit, si ka qenë etika, edukata e pejgamberit? Me pas qenë unë, hoxha këto, ne hoxha, kishim thonë pejgamberi ka qenë jurt, ka qenë busqeshër, ka qenë human, e ka qenë kështu, shumë fjalë kishim thonë, në fund kur gjos kishim thonë. Hazreti Aisha me një fjalë, shigjo, ka thënë kana khuluquhu el-Kur'an. Morali dhe sjellja e pejgamberit ka qenë Kur'ani. Kur'ani ka qenë, pejgamberi ka qenë Kur'ani gjallë që ka hes në për njerëz. Subhanallah. Çka thot Kur'ani te pejgamberi e ke patur. Po çat Kur'ani kemi edhe neve vëllezër të dashur. Çat Kur'ani lexojmë edhe ne. E pse nuk ndikon ki Kur'an te neve na pak na ndryshoje gjendjen tonë, ta ndryshoje pak realitetin tonë. Pse? Se ne ndoshta e lexojmë, por nuk ndalemi ta kuptojmë edhe më pak ta veprojmë, ta jetojmë Kur'anin. Andaj, vëllezër të dashur, ne i kemi dy parime shumë të arta, shumë të mëdha, që kemi lënë pak më shpi. Njëna është e fjala Iqra bismi rabbik. Lexoni, studioni, lexoni. Mo ka kalu koha e baushtelës. Ato që kanë ardhur në fillim baushtelë, tanshtelë, çfarë kanë masi? Tash mo jo vëllai. Tash elhamdulillah, unë në aeroport, në shumë aeroporte të Evropës kom taku njerëzit tonë. Në shumë vende kom pa edhe dini që ka. Si kanë ardhur ata, nuk kanë pikë për qiellin. Prindët i kanë çuar në shkollë, kanë studiu, kanë arrit. Edhe ju duhet ta keni këtë synim të parë. Pra, parimi numër 1, Iqra. I dyti është wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kapuni të gjithë për litarin e Allahut. Për litarin e Allahut është qëllimi për dinin. Kapuni të gjithë për Kur'anin. Kapuni të gjithë për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne kemi shumë hazër, ne kemi kushtetuar o vëllezër të dashur. I vetmi libër që është kushtetuar pra është Kurani, i cili lexohet në namaz, lexohet për hatme, për sevap. Ne kur e lexojmë Kur'anin, lexojmë kushtetutën tonë dhe përsëritim gjithmonë, prandaj duhet ta jetojmë këtë din nëse ne duam të shpëtojmë në këtë botë dhe në botën tjetër. Është Islami ai që na shpëton. Se Allahu dhul xhelal na ka nderuar dhe na ka udhëzuar. Them edhe një herë, jo që ne kem shumë të dishëm, por elhamdulillah që këtë din e jetojmë. Nonat tona, gjyshet tona, babët tonë, u përmend pak me atë varfëri që kanë pas, por dituris kanë pas, nuk kanë ditë me nënshkru, kanë vu gisht, po në atë plaka tonë, gisht kanë vu, se ka ditë ta shkruaj emrin e vet, po kanë azhnu 3 muaj, subhanallah. Edhe me shumë këndje, dhe me shumë dëshirë, kanë pregadit iftar, kanë pregadit sifir, me ashtë sa kanë patur, se e kanë dasht këtë dim, dhe atë që të ne të regohet, njonit në Ramazan, në korra ka qenë Ramazan, në korrik, hem kanë korë, hem kanë azhnu, ka disa këtu, kujtoj që e din gjitho me korë, shumica nuk e din, me korë, me drapën, me kokë kërdeli, gjithë ditën, edhe njonit i ka ratë fikt, tak e ka hum vetdia, edhe i kanë gjujt ujë. Kur ka ardhë në vete fjallën e parë, qaj i thjeshti, qaj pa fakultet, qaj ka thënë, mos ma keni prish Ramazan.
Subhanallah. Sa e kanë pas frikë prishjen e Ramazanit, që do të thotë akidja ka qenë shumë e shëndosh. Elhamdulillah, o vëllezër të dashur, që në sa e këtij dini na shpresojmë shpëtimin dhe nuk ka shpëtim jashtë kësaj. Ju e shihni, ne që kështu sikur jemi, me çfarë sa dim, por ja e adhurojmë vetëm Zot, ato që meriton të adhurohet për Allahun dhul xhelal. Vetëm me shkencë, vetëm me dituri, pa din, pa moral, pa akhlak, që ku kam rrit dunjoja. Shihni ku kam rrit çfarë gërdije, lëkurat, rënqeset, veç kur dëgjon nga ajo që tregojnë në shumë pak nga ajo që ka ndodhur. Ato që tregojnë në shumë pak, sa ka mrenda. Njerëzit kanë arrit në emën demokracisë, në emën të përparimit të hajnë fëmijë, o vëllezër, të pinë gjakun e fëmijëve. Subhanallah, ne si musliman na rënqethet lëkura, veç kur e ndëgjojmë, se neve nuk na e lejon ndërgjegja, dini nuk na e lejon, imani jo nuk na lejon. Ata që janë pa din, ata s'kan frikë, s'kan turp. Në kohën e luftës në Kosovë, tregohen, kam lexuar dhe njerëzit që kanë jetu, di kur i ndajshin burrat vesh në autobusa, gratë vesh, e kanë marrë një autobus e kanë mbush me gra dhe njëna një motër shqiptare e ka patur një fëmijë që ka qajt, një vjetë sa ka pas, ka qajt shumë, edhe ka hip një kriminal sërb, ka hip në autobus, ka thënë shumë zhurmë jetë e vonë. Thot, po që nuk ndalet e bere mu, ka thënë une e shuj. Dhe ja ka thënë, ka dalë për autobus, ndalë autobusi, ka dalë, kur vinë e kanë mështjellë, që mere tha nuk qanë mu, kur e shpallon e kështë e prej. Po, Sërbi e ka preje fëmin shqiptar. Pa ndërgjegje, kjo nuk është çudi, kjo sa ka ndodhe, e sot që ka ndodhe. Në sajt të dinin e elhamdulillah i kemi durët e pastra, nuk i kemi durët përlita me gjak të ndyta, me gjakin e askujt, pse na ka mbrojt, na ka rujt ki dini Allahu dhul xhelal. E ata të cilët nuk kanë din, nuk kanë iman, edhe pse kanë arrit në aspektin teknologjik, ju e keni shembull konkret. Hindusët, India, e ka bombën bërthamore, po dhe ka prodhu bombë bërthamore. Kjo nuk është politikë, o vëllezër, kjo është realitet. Ato e kanë prodhu bombën bërthamore, që me prodhu bombën bërthamore duhet me pas dituri. Mirë po, qajtë to që e kanë prodhu bombën bërthamore, në vend t'i përkulen Allahu të thonë elhamdulillah, si të ndodhi diçka madje që të ne ka një namaz, e ka një salatu shukr. Kur të ndodhi diçka një gëzim, bim në sejdë. Sejdë të shukr, më fali, sejdë të shukr, sejdja për falenderim të Allahu dhul xhelal. Të ka ardhur një lajm i mirë, për shembull i Samuri u ka shëru, operimi me sukses, diçka djalin e ke feju, vajzën e ke feju, të ka ardhur lajm i mirë, edhe bëjmë sejdë të shukri. E aj që ka arrit ta prodhon bombën bërthamore, në vend t'i përkulet Allahu dhul xhelal, ato i përkulen lopës, kafshës. Po ato e dhuren lopë. Edhe a që këshim pregadit me mjeshtri, subhanallah, që aj kur bie para lopës në sejdë, ajo lopë e ngrite këmbën edhe i mshojke në kryje një 2-3 herë, edhe ki rahat ma e ka farë lopë. A kështu praktike çuditshme. Innehum kel en'ami belhum edal. Allahu dhul xhelal thot, ato janë sikur kafsha, bile një shkallë ma të ullën. Pse? Pa iman, Allah. Neve, elhamdulillah, që Allahu në këtë din në ka udhëzu, këtë din në e ka dashuru, edhe kështu si jetojmë ne zbashku, me këtë harmoni. Po kjo është bereqet i madh, o vëllezër të dashur. Se njeri mund të ndjehet me të vërtet ngusht, vetë, mërzitet, sikletoset, sidomos gjinia femrore. Ja, mos ta ndjejnë atë gurbet lëkun, duhet të jenë të afruar mes vete, siç është xhamia, siç është kafteria, siç janë këto, se këto janë mirësia e Islamit, elhamdulillah. Andaj ne e falenderojmë Allahun dhul xhelal që na ka udhëzuar në këtë ditë dhe thuhet elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Elhamdulillah që Allahu na ka udhëzuar edhe ne duhet t'ja dim shiqirin Allahu dhul xhelal dhe duhet këtë ditë të mundohemi t'ju afrojmë tjerëve, t'ju afrojmë yasiru wa la tu'assir. Lehtësonja dinin, lehtësonja trive, kallzonja sa ma le. Jo t'i shkelim normat, ama jo t'a bëjmë shumë. Njoni një katolik shqiptar, argjentar dikun t'a gjeteni, ishte shoqëru me argjentarët musliman, shqiptar, edhe e kishte lakmu islamin, edhe një ditë thot do t'a pranoj islamin në kur t'him në Ramazan. Edhe bon një, do him të vojt musliman.
Mirë po në vend të pyse një hoxh, një të dishur, në përdin, që a thotë Allahu dhul xhelal fes'elu ehle dhikri in kuntum la ta'lemun. Pyet një të dishmit për gjëra që si dini. Pra, kur është çështja e fejes, pyet e hoxhën. Kur është çështja e kerrit, shko pyet e mekanikun. Kur është në pyetje ndërtimi, pyet e inxhinierin. Mirë po ne, kur janë pyetje këto dynjevis, këto punë të dunjos, e kërkojmë më të miri, më të përgatiturin. Mu ka bot defekt keri, ku ka bede një mekanik të mirë, se valla keri e ka më shtrenë, se e qonë të njoni të ndrej që i të aprish më shumë. Kur është në pyetje dhëmbi, e kërkon një dentist mirë, e kështu me radhë. Kur është në pyetje feja, habe, dhe kitë din, e kish lecu, e kish bë hatme. Edhe kish ka po në pyet njoni, një shok të veti. Tha o vëlla, tha, çka boni tha ju për Ramazan? Kinat, që thash, jesiru, vala tua, letësonja, se ka ditë, tha në Ramazan, tha, pini mësak, deri një iftar, tha, as ha, mas pi. Tha mirë. Po qeter, tha, falim 5 vakët namaz. Falim namaz natë. Falim teravi. Lexojmë Kur'an. Japim sadaka. Japim zeqat. E tja grumbullon, a na di shka kishtë tonë, po e lonë bas Ramazan. Po shumë ja kishtë grumbullu. Tha, hajtë po e, dhe më thonë, ki në vend të afroje, e ka largu. Kishtë tonë, po e lonë bas Ramazani. Mbas Ramazani ma kishe shku, bet herifi. Unë e kisha një shok të ri, një student ma herët, student qëtër drejtim, edhe i thom, mirë, bëjmë muhabet kështu. Thash, me namaz, be vlasi ke punët ti me namaz. Tha, hoqë, ketë sportet i kam provu, a më shketë se kam provu. Sport, ish kujtu se namaz është sport. Po vëllë, është sportit janë ndryshme, edhe çdo njoni e ka të hobin e vetë, dëshirën e vetë. Njoni ka që futbolin, a qiti karate, a qiti reate, a qiti ngajtme, ama namazi nuk është sport, namazi është për të gjithë. Edhe ty i folë, pa të ardhë unë në pushim si student, në korrik, u takum, pim kafe, bëm muhabet, thash, çka bone be me namazin? Tha, hoqë kom vendos të falje. Elhamdulillah, tha, me komlon të nisi për vit 3. Para me ndo prej në korrik, e kalon për vit 3, ama shejtani është mjeshtër, kjo është punë shejtani. Thash, po pse o vëlla njëm, ta di, tha se e kom fillu në 1 janar. Po te ja ki garant, thash, edhe mbrish 1 janarin. Po që edhe nëse e mbrine, shka di thush Allahu dhul xhelal? Pre atëherë kur je bindë se duhet falish e ke lonë për janar. Edhe alhamdulillah e filloj, që do në thot, me s'me lonë punën për nese. Ama në këtë rast është fjalla, jesiru e latu asiru. Letësonja këtë din, se këtë din është i lejtë. Ma gja'ala Allahu alejkum fi dini min haraj. Allahu dhul xhelal në Kur'an thot nuk ka bo vështirësi në fej. Nuk ka bo vështirësi. Po si be është ka bo vështirësi, unë duhet falem, në kam së në ri. Allah, shumë kollaj ki falu ullet. A i qëtëri thot, duhet të agjeroj, po jam i së mund. Ishë pse ki problem. Ajo motra muslimane thot, unë duhet të agjeroj, po është atë zane në mujtë e fundit edhe i ban e mundon. Lehem, ka kjo. A i qëtëri ka fmin me qumsht, është e lejuar. Do më thonë, letësime sa të dush, vetëm ai që nuk don të meret me këtë sport. Stakfirullah. Pra elhamdulillah që Allahu jau ka mundësu të adhuroni Allahun dhul xhelal e të ndihmoni njëri tjetrin në këtë din e të jetojmë islamin e Allahu dhul xhelal do të na i pranojë inshallah të gjitha veprat tona duke filluar prej agjerimit, namazeve, kështu me radhë. E lusim Allahun dhul xhelal rinin tonë në islam ta forcon, pleqve tonë të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfërit tonë të pasuron, të sëmurët tonë të shëron, ata që kanë kalu në botën tjetër, Allahu t'i mëshiron, o vëllezër të dashur. Vitin e kalum, kemi pas do njerës në mesin tonë që janë ullë në sifir, në iftar, si mjetë nuk janë. Disa nuk agjerojnë se janë të sëmur, Allah i shëroft. Disa nuk agjerojnë se kanë kalu në botën tjetër, Allah i mëshiroft. Gjdo familje dhe mbarë musliman, nga gjdo vështirësi e kësaj bote dhe ahireti, Allahu të nëmbron. Si që jemi të tubuar në shtëpita Allahut, Allahu në gjennetul firdaus të në bashku. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kur fjallat dalin prej zemrës, ato pozitën dhe vendin e gjejnë në zemrë.
E inshallah fjalët e doktorit kanë gjetur pozitën dhe vendin më të mirë në zemrat tona. Faleminderit i dashur doktor për të fjalë, për të këshilla. Dhe kjo që tha doktori është me të vërtet diçka e cila Islami është mburoj që çdo vepër i përkushtohet vetëm Allahut xhaleshanu wa xhelalu. Faleminderit doktor. Unë kam edhe një lajmërim, një njoftim shumë e rëndësishëm. Nesër është iftari i përbashkët i gjimnisë femrore, motrave tonë. Kështu që ne duhet të jemi prezent dhe duhet të vim në xhami në ora 7:45. Deri ora 7:45, prej pas namazit të gjindis, deri në ora 7:45, xhamia u takon atyre. Dhe të jemi të kuptueshëm dhe të mirëkuptueshëm inshallah. Ashtu qish zoni i do kujt jetë në vesh, por do njëherë të pushon zemra. Ashtu neve zëri doktor Flamurit na pushoj zemra. Leje se leje dhe veshët tonë, por na qetësoj edhe zemra tona. I dashur doktor, do të kisha lutur të na freskosh edhe njëherë zemra tona me disa ilahije. Faleminderit shumë. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا زال العنا وفلهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنهاره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا
Dëshurin në zemër e kam, si kur unë askush nuk të don, veç njëherë me sy me t'pa, lumbofsha për ty Rasul Allah, veç njëherë me sy me t'pa, lumbofsha për ty Rasul Allah. Selam të bajnë trajet tona ja Rasul Allah, sa ka marrë malli me t'pa ja Habib Allah, shëmbëll tyra më mirë ja Nabi Allah, ja Rasul ja Habib ja Nabi Allah. Selam të bajnë trajet tona ja Rasul Allah, sa ka marrë malli me t'pa ja Habib Allah, shëmbëll tyra më mirë ja Nabi Allah, ja Rasul ja Habib ja Nabi Allah. Dërdjen 12 muajve t'i shken qenë si djelin qel, t'i egzon qdo musliman, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gzim për musliman, t'i egzon qdo musliman, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gzim për musliman. Zotit lutju dhe besor, rrugës ti mos ju largon, përveç ti tjetër nuk ka. La ilaha illa Allah, përveç ti tjetër nuk ka. La ilaha illa Allah. Zoti botën ka kriju, pejgamber na ka dërgu, pa besim shpëtim nuk ka. La ilaha illa Allah, pa besim shpëtim nuk ka. La ilaha illa Allah. Qëm ta djem me që ta nkra, si ti kanë me lëtu i kja, me lët mali e
bërësja u gjithë pas skandal, o I thaj djemve u dhaëm bar, lutem la mos me mharu, bandu avla edhe për mu. Oj Medine, mante ma zemër më mbine, a ka ymer Allah, edhe unë qaben me ban. Oj Medine, mante ma zemër më mbine, a ka ymer Allah, edhe unë qaben me ban. Si mbët jetër unë rash, t'ja ben s'pari kur e pash, si u besoja si vetëmi, e shikaje s'muj me ungi. Oj Medine, mante ma zemër më mbine, a ka ymer Allah, edhe unë qaben me ban. Oj Medine, mante ma zemër më mbine, a ka ymer Allah, edhe unë qaben me ban. Lebejk Allahumma lebejk, لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Allah është shpërblet, faleminderit shumë, Allah ju nderoft. Dhe për sa. Moshën 15 vjeçare, kena qakur, kena informu, kena prezentu para publikut një ilahije të doktorit. E ilahija është rushi I hidhur. Kur në këtë rast pejgamberi alayhis salatu vesselam shihet se sa bujar është, edhe rushin e hidhur nuk e refuzoi, mos me ja prish dikujt qefin dhe mos me nënshmu. Pra, të nderuar vëllezër, pra nesh ishte një ilahis shumë I mirënjohur në krahun tonë. Një ilahis që ka bërë një ilahije me të vërtet me një kuptim shumë të madh. Pra, doktor Flamur Kasami, Allah I të shpërbleft për zënin dhe për interpretimin tuaj. Kështu që vëllezër, nuk na mbetet kur gjë tjetër. Pa fillim dhe pa mbarim është vetëm Allahu xhaleshanu ve xhelalu këtë dynja shka nis dhe do të përfundoj. Kështu që të nderuar vëllezër, shihna në tribunat e ardhshme, të cilat do të jenë javët në vazhdim. Allahu xhaleshanu ve xhelalu bu shpërbleft me të mirat e tij të pakufishme, juve doktor Zekiria dhe juve doktor Flamur Kasam. Assalamu alaikum, dhe shihna herave tjera.